Një ngjarje skandaloze ka ndodhur në shkollën fillore në fshatin Orzhanov të Bulqizës, ku një mësues ka dënuar nxënësit duke u shkaktuar lëndime 4 prej tyre. Pas denoncimit të rastit nga prindërit, mësuesi është arrestuar. Sipas nxënësve dhe prindërve të tyre, mësuesi 63 vjeçar Agim Muça në gjendje të dehur ka qelluar me dru zjarri të vegjlit dhe u ka përplasur kokën pas murit. Për pasojë, 4 prej fëmijëve kanë marrë lëndime dhe janë mjekuar në spitalin e Bulqizës. Më e rënduar paraqitet gjendja e një nxënëse të klasës së 3, e cila pas mjekimit në spitalin e qytetit është dërguar në Peshkopi për një ekzaminim më të specializuar. Shokët e klasës tregojnë se kjo nuk është hera e parë që mësuesi Agim Muça ushtron dhunë ndaj tyre, apo që shkon në gjendje të dehur në klasë. Madje, ata vetë kanë qenë objekti i kësaj dhune. Erdhi edhe me thupër me rathi. Me thupër? Po, edhe me dorën. Te koka kështu të drasa. Si i godisni? Kështu. Te drasa. Te koka, i kapte në të veshi këtu. Ervi në orën 11 ishte bët tap. I ka kështu gjithë fëmijët i kanë rënë për keq. I kapte me kokën i gjunte ke banka. Mos tregoni ke shtëpia, mos i rafai pastaj këta Zamira dhe që goca Ilberi ti tregoni pastaj po vjen në shkota drafin. Nuk shkon këta, shkon në Ostren. Tezja nxënëses tregon se mësuesi ka ushtruar dhunë sistematike ndaj gjithë fëmijëve. Ere 3. Ja kam dësën poshtë gocat edhe çunit. Agim Muça. E ka bë pin krejt. Ka zin me rakin ka pin. E ka shku ke shkollë e ka bje gocës. Je pi për vetë, jo për gocën edhe për fëmijë. Pas kësaj ngjarjeje të rëndë, reagoi edhe Ministria e Arsimit duke shkarkuar nga puna mësuesin. Ndonë se mësuesi Agim Muça tashmë është pezulluar nga puna, kjo nuk është vetëm zgjidhja e problemit, pasi ai do ndiqet dhe penalisht konform ligjeve dhe rregullave. Por ajo që është shumë e rëndësishme është fakti që ne sot na shqetëson pikërisht kauza e madhe e sistemit të arsimit, detyrimi që kemi për fëmijët tanë. Ndërsa Ministra e Arsimit Lindita Nikolla zhvilloi një takim në zyrën arsimore të Bulqizës, ku paralajmëroi se nuk do të tolerohen raste të tilla skandaloze.